Përshëndetje të Nëna Taro këtu. Nëna Taro do jetë disa letra për këtë javë, të shikojmë se çfarë do të sjellë kjo javë për ju. Uroj që ju të mendoni pak për atë çka juve ju intereson, mbase për ishat, mbase për personat që keni në jetë, mbase për diçka më pozitive se kaq. Unë uroj që ju me këtë energji që mund të jepni, të merrni një përgjigje pozitive për veten tuaj. Të shikojmë tani me radhë se çfarë do të sjell. Parashikimi është i përgjithshëm. Parashikimi është edhe njëherë po e them për disa persona që më pyesin pse nuk kjo, pse nuk ajo. Parashikimi është i përgjithshëm, është energji e përgjithshme, jo personale. Okej, vazhdojmë me letrën e parë. Letra e parë na tregon një person që ka një lajm, një komunikim, vjen një person këto ditë ose këto javë, dhe ky kërkon disa pyetje që kanë një shpjegim nga ana juaj. Kjo javë nuk është javë e qetë, është aktive, sepse është i shpatës, është një situatë që po lëviz drejt zgjidhjes, dhe ky më tregon që do bëj një komunikim të shpejt ose mund të dërgoj një mesazh të shpejt, por na vjen dhe mund na ç'na tregon. Na tregon që ky person ka disa sekrete ose disa gjëra që i fsheh akoma. Ka diçka që është nën sipërfaqe, që del në dritë me hënën e re që po vjen. Shikoj që të zbuloj diçka që ka frikë të mësosh ti, diçka të vërtetë ose diçka që intuita ta thot ty. Është një intuit shumë e fortë, e shikoj që më saktë të thosh që mos i beso fjalëve, besoj intuitës tënde dhe besoj ndjesive që ky person t'jep atë moment. Karrocieri të thot në fakt është letra e gafores, na tregon që është një fitore për ne, është një fitore që ne kemi një kontroll mbi atë person dhe nuk na ndal askush këtë javë. Ne arrim suksese këtë javë dhe mesazhi i kësaj letre tregon që ti tani do marrësh një vendim të rëndësishëm dhe do ecësh përpara me këtë lajm. Të shtyn diçka, mbase ti do kontrollin e këtij personi, mbase ti do kërkon të dalësh nga një keq kuptim që ke këtë javë. Gjithsesi, kjo javë për ty është pak në fitimin tënd, por në dashuri, me sa shikoj dikush mendon për ty, por e fsheh dhe mund tregon që nuk të ka harruar, por nuk ka guximin për të ardhur, domethënë 100%. Nëse vjen ai person, do vi shumë shpejt sepse është letra e karrocierit, kurse në lidhje me shtëpinë, shikoj që disa persona kanë lëvizje, dokumenta, përparime, zgjidhje, tregon një qetësi shpirtërore. Por nga anët e financës më tregon që duhet të bëni kujdes këtë javë, sepse u tregon disa gjëra që sepse kemi dhe mund tregon gjithmonë që kjo javë duhet të dalë fitimprurse, jo dëmtuese. Ti duhet të kesh kontrollin e disa gjërave që vijnë në ditën e vazhdim dhe duhet të shikosh si do drejtosh situatën që ke këtë javë. Vazhdojmë me kur do bëj lëvizja ai person. A ka diçka pozitive apo do jemi në pritje akoma? Me sa shikojmë këtu, kemi 6 monedhat, na tregojnë që ky person do bëj lëvizje kur të ndihet gatshëm, sepse këtë moment po merr një barazpesh, ky person nuk vjen si i varfër, nuk vjen për të lutur, ky vjen për të stabilizuar, ky vjen për të barazuar bashkë me ty dhe energjia e tij është një energji e vrrullshme, por nuk vjen me panik, nuk vjen duke u nxituar me shpejt. Vazhdojmë, këtu shikoj që ky person kërkon diçka me 6 kupat. Bravo. Ky person ka nostalgji për ty, ka mall, mendon, nuk të ka harruar akoma, energjia e tij është shumë pozitive, shumë e ëmbël, e ngrohtë, me kujtime, pa nerva. Ky person nuk është agresiv. Ky person do një rikthim, por e bën një rikthim me kujdes. Nuk do që të lëndoj, sa gjë e bukur kjo. Ja ku është, doli, do me thënë që ky person këtë moment nuk bën lëvizje për arsye sepse po e mbron energjinë dhe nuk do që të hapet 100%. Ka frikë të vijë, për arsye sepse ka frikë se mos refuzohet nga ana juaj. Do me thënë që kjo është arsyeja pse nuk ka lëvizur ky person akoma për të ardhur në jetën tuaj. Ka frikë se mos refuzohet. Vajza, jeni gati që ky person të rikthehet, ose ju çuna, jeni gati që ky person të rikthehet. Duhet që ju ta lëshoni emocionalisht dhe mos e prisni me frikë, sepse ky person ka energji pozitive, ka mendime drejt teje,
ka nostalgji, ka mall, sepse kishim dhe 6 kupat, ka mall, të rikthen në energji vazhdimisht, normal, sepse dhe juve e mendoni. Sa kohë do ky person për të ardhur? Besoj brenda 7 javëve ose 7 ditë, disa nga ju do marrë një lajm shumë pozitiv. Me sa shikoj këtu, ky person jo këtë moment, nuk është i gatshëm sot, por duhet pak kohë. Do me thënë, o 7 javë, o 7 ditë. Pse? Sepse ky është një person që mendon, ky është një person që ka dëshira, ky person ka nostalgji për ty, por nuk ka guximin e dur sot për sot. Pra, ka diçka pozitive, por ne jemi në pritje, na la në pritje akoma. Nuk do që ti birë derës, është kundër frikës së ti, do me thënë, nuk është kundër teje, por kundra frikës së ti. Shikojmë për të shohim çfarë do na sjell. 5 shpatat. Ky është një person që ka ego. E nxori kokën, do me thënë. Ka ego, ka karakter të fort, nuk përulet kollaj, nuk do luft, po ka dignitet. Ky nuk është njëri i dobët, por nuk është një person që vjen, do me thënë, me emocion të hapur, nuk tregon emocionin e hapur. Prandaj nuk vjen për momentin. Okej, sepse ky person do që të vi me, sepse ky s'ka vibracion këtë moment, ka një pik ankthi, dhe nëse ky vjen këtë moment, se ti ke ankth, ky ka vibracionin e tia, do me thonë, e ka vibracionin e ulët, ty të prishet qetësia. Prandaj të frenon dhe në manifestimet të tua këtë moment, ky person. Ti po krijon një jetë e re dhe energjitë e vjetra nuk mund të vinë më në leximet e tua. Prandaj në ky moment ti mendon shumë gjëra të reja. Na, shiko, doli 4 shpatat dhe 3 monedhat. Me sa shikojmë këtu, shikojmë që ti këtë moment nuk do më persona që të kanë lënduar, unë të besoj, nuk ekziston askush nga e vjetra, sepse energjia jote është e re, fuqia jote është e re, drita jote po bën lëvizje të duhura, dhe ti këtë moment je drejt shërimit. Je drejt shërimit me këto energji që shikoj këtu. Gjithsesi, jemi me 3 monedhat. 3 monedhat më tregojnë që ti duhet të punosh me veten. Ky person ka një punë, ka një profesion, është i aftë, ka bazë financiare, por nuk është i varfër emocionalisht. Do me thënë që ky këtë moment nuk kërkon të manipuloj, nuk kërkon të përdor, por do të ndërtoj një stabilitet në jetën tënde dhe në jetën e tij. Ky nuk është një person i vjetër, sidomos ju që prisni njohje të reja, është një person që ka bazë financiare, ka bizneset e veta dhe ka gjërat të stabilizuara. Është në një nivel të mashkullit që di të trajtoj një femër apo një person. Gjithsesi, letra 4 shpatat na tregon që ky person këtë moment është i heshtur, sepse mendon, është duke medituar, nuk po turret se je ti, por po mendon seriozisht, ai për veten e tij, a jam unë për të? Doli personi, do me thënë që të thot, a jam unë për të? A është ajo për mua? Ai nuk vjen me fantazi, ai do vi me vendime. A është ky person që të rrisë ty emocionalisht? Me sa shikoj këtu, shikoj që ai nuk është një person 15 vjeçar i TikTokut, nuk është një person ka një stabilitet financiar, ka një karakter të fortë, dhe ky është detaj më i rëndësishëm që nuk janë nishat. Ky njeri nuk të ka lënduar, ka qenë në jetën tënde, por nuk të ka lënduar kur, mbase ka qenë një bisedë e shkurtër, mbase ka qenë një njohje re, ose një person që ka pasur thjesht një komunikim dhe kaq. Ky është një person që vjen, është një person prap nga e shkuara jote, por ky vjen pa drama, ky vjen thjesht sepse është një energji. Cila energjia është dem, virgjëresh, bicjap dhe binjak, peshore, ujor. Ky është një person që të mendon shumë, por nuk ka pasur guximin 100% për të folur. Është një lëvizje e një personi që vjen brenda 3 me 6 javë. Do thoni ju në nataro pak më, po ishte tem tjetër me treshet, sepse unë në çdo treshe kam thënë për pyetje tjetër. Ju uroj një ditë të mbar.